Bashkim kundër tjerëve. Po është bashkim në kuvend, zoti Sadiku. Do më me përjashtu listën sërbska, me përjashtu sërb Kosovar për vendimmarrjes. Pik. Bashkimi që le bëllën këtë rast, unë nuk qashë këtyne hiç për të madhe. Këta jonë hinë lojna anti-Kosovë, le të vazhdojnë. Kush? Dugolli me vetëvendosin? Dugolli dhe anti-kompani, që të gjithë. I kanë morë me veti edhe do analist, që defilojnë që defilojnë në për do studio, anë se këta turista jonë. Se këta nëse me ro vetëvendosa s'ka ka flasin, këta shkojnë të shpinja. Me njerë. Po thua? Absolutisht. Për ka ke vjarë? Se këtë pa qëndushum, ta se s'ka që kam bëhen mund dhe se ka Albinin me mbëjt. Qa ka më mësulmu mu e blerimi nesër? Kusë është Albini mund s'kin? Po du këtë sulman blerimi? Blerimi zakonisht mbrohet. Mbrohet zakonisht. Pa ja, sa është e vërtet, blerimi sulman edhe ashme, se blerimi u vështu me pushtetin, kundër shtetit vetë, kundër fmive të vetë. Blerima është e vërtet kjo? Jo, këto janë vetëm gjykime kotit të Alilit. Që e blerim? Ka drejt edhe me gabu. Jo, zoti Goshi, unë po ta thonë një shanë. Mere 3 verdiktet e gjykatës kushtetuese. Që të trijat, thuhet që grupi më i madh parlamentar që i përfaqëson sërt e propozon në kryetarin. Rashiqi, që është një qytetar i korruptum, domosdoshmë një qytetar i keq, një minister i keq, edhe një minister hipokrit, se 3 ditë para se mu zgjedh ka thonë i takon listës sërbska në kryetarin. Çfarë ka thonë? Vetë zoti Rashiq ka thonë. Publikisht.